I. Kostumet popullore shqiptare. 1. Kostumi tradicional i grave të Pollogut. Kostumi tradicional i grave shqiptare të Pollogut karakterizohet nga qëndisjet me motive të kuqe, të zeza dhe ari. Ai përfaqëson elegancën, identitetin kulturor dhe trashëgiminë shpirtërore të rajonit. 2. Veshja tradicionale e burrave shqiptar. Plisi i bardhë, tirqit dhe jeleku i qëndisur janë elemente kryesore të veshjes mashkullore shqiptare. Kjo veshje simbolizon burrërinë, nderin dhe traditën shqiptare. 3. Ornamentet folklorike. Motivet e punuara me dorë në kostume paraqisin simbole të lashta shqiptare që lidhen me jetën, familjen dhe natyrën. 4. Kostumet e dasmave tradicionale. Në kulturën shqiptare të Pollogut, veshjet e dasmës kishin rëndësi të veçantë dhe tregonin statusin familjar dhe estetikën tradicionale. 5. Trashëgimia e ruajtur ndër breza. Kostumet popullore janë ruajtur nga gratë shqiptare të Pollogut si pjesë e identitetit dhe kujtesës kulturore. 2. Dorëshkrimet dhe krijimtaria folklorike. 1. Dorëshkrimet folklorike. Dorëshkrimet përmbajnë këngë popullore, poezi dhe tregime të mbledhura ndër vite nga folklorist dhe studiues shqiptar. 2. Poezia popullore shqiptare. Krijimtaria popullore është ruajtur fillimisht në formë gojore dhe më pas është dokumentuar në dorëshkrime e libra. 3. Arkivat kulturore. Dorëshkrimet folklorike shërbejnë si dëshmi historike dhe artistike të jetës shqiptare në Pollog dhe Mëgjor. 4. Ruajtja e kujtesës kolektive. Përmes dokumentimit të folklorit janë ruajtur këngët, legjendat dhe zakonet tradicionale shqiptare. 5. Trashëgimia letrare. Dorëshkrimet përfaqësojnë urën lidhëse mes krijimtarisë gojore dhe letërsisë së shkruar shqiptare. 3. Fotografi folklorike shqiptare. 1. Jeta tradicionale shqiptare. Fotografitë e vjetra paraqesin mënyrën tradicionale të jetesës në Pollog dhe lidhjen e ngushtë me familjen dhe komunitetin. 2. Dasmat tradicionale. Dasmat shqiptare përfaqësonin një nga manifestimet më të rëndësishme kulturore dhe folklorike të rajonit. 3. Oda shqiptare. Oda ishte vendi ku ruheshin këngët, tregimet dhe urtësia popullore shqiptare. 4. Tradita familjare. Fotografit dokumentojnë trashëgiminë kulturore të transmetuar ndër breza. 5. Kujtesa historike. Përmes fotografive ruhet identiteti dhe historia kulturore e shqiptarëve të Pollogut. I 4. Artefaktet folklorike shqiptare. 1. Çiftelia shqiptare. Çiftelia është një nga instrumentet më karakteristike të folklorit shqiptar dhe përdoret në këngët epike dhe lirike. 2. Lahuta. Lahuta simbolizon epikën shqiptare dhe traditën e rrëfimit heroik. 3. Punimet artizanale. Objektet e punuara me dorë tregojnë mjeshtrimën dhe estetikën tradicionale shqiptare. 4. Veglat muzikore folklorike. Instrumentet tradicionale kanë luajtur rol të rëndësishëm në ruajtjen e kulturës popullore shqiptare. 5. Trashëgimia shpirtërore. Artefaktet folklorike janë pjesë e identitetit kulturor dhe historik të shqiptarëve.